Aleksandri nuk u bë i famshëm vetëm për pushtimet e tij, por edhe për marrëdhëniet e tij të veçanta. Ai u dashurua me Roxanën, një princeshë nga Baktria, një lidhje që kishte si bazë jo vetëm pasionin, por edhe politikën. Ndërkohë, marrëdhënia e tij me Hefestionin, generalin dhe mikun më të ngushtë, mbetet një nga misteret më të mëdha të historisë. Ishte dashuri apo vllazëri? Kjo mbetet e paqartë. Por ajo që dihet është se Hefestioni ishte personi më i afërt për Aleksandrin, ai që ndante me të ëndrat dhe ambicjet. Kur Hefestioni vdiq papritur, Aleksandri u zhyt në një dëshpërim të thellë, duke mbuluar qytetin me vajtime, duke organizuar një funeral madhështor dhe duke shpallur atë si një perëndi, një nderim që vetëm më të mëdhenjt meritonin.